Sot kam kënaqësinë të mirëpres një vizitor të veçantë në ministrinë tonë, fortëlumturinë e tij kryepiskopin Joan, për një arsye sa kulturore, aq edhe shpirtërore. Pas një operacioni të suksesshëm të policisë shtetit dhe bashkëpunimit të ngushtë ndërinstitucional, u bë i mundur shpëtimi nga trafikimi i pasurive me vlera kulturore kombëtare. Ekspertët identifikuan 10 ikona të vjedhura nga kisha Fjetja e Shënmërisë në Labovën e Kryqit, të cilat sot po i rikthehen kishës ortodokse pas 14 vitesh mungese. Jo vetëm u shpëtuan nga trafikimi pasuritë kulturore, por është edhe një shembull shumë domethënë suksesi, i cili dëshmon qartë se sa i etik është regjistrimi i pasurive kulturore si mjeti i vetëm dhe i besueshëm për identifikimin më pas të tyre dhe të origjinës tyre, në rastet ku ato rrezikojnë të trafikohen apo humbasin apo kur kapen nga policia. Ky rikthim nuk është vetëm një akt ligjor, por edhe një akt drejtësie historike dhe shpirtërore. Bashkëpunimi me policinë e shtetit dhe me kryepiskopin dhe me të gjitha komunitetet fetare do të vijojë pa ndërprerje me qëllim gjetjen dhe rikthimin e objekteve të tjera të deklaruara si të humbura në një angazhim të pakompromis për mbrojtjen e trashëgimisë sonë kulturore. Qëllimi ynë është i qartë të mbrojmë trashëgiminë tonë kulturore, ta restaurojmë dhe t'i japim identitetin e merituar vendit tonë në këtë mozaik unikal të trashëgimisë kulturore. Jam i gëzuar që ndodhem këtu për rikthimin e një pjese shumë të rëndësishme të trashëgimisë sonë kulturore. Dua të falenderoj gjithë ata njerëz që i gjetën dhe i mblodhën 10 ikona shumë të bukura dhe shumë të rëndësishme për historinë tonë. Dhe sidomos jam shumë mirënjohës ndaj ministrit, i cili pata angazhimin, dëshirën për t'i kthyer përsëri kishës ortodokse. Ne jemi gjithë të angazhuar për ta mbrojtur këtë kulturë e këtë identitet. E kjo është një nga pasaportat tona edhe për identitetin ton europian, të kulturës europiane. Besoj që bashkëpunimi do vazhdojë edhe më tej për të mirën e të gjithëve. I falenderoj të gjithë edhe një herë ata persona të cilët i gjetën dhe i kthyen përsëri në vendin e tyre këto ikona kaq shumë të rëndësishme. Faleminderit.